5 persona janë arrestuar në kuadër të një operacioni policor në Pej, në ndyshimin se ishin pjesë e një grupi të organizuar kriminal që planifikonte vrasje dhe sulme me eksploziv. Të arrestuarit janë Dardan Ramçaj, Fatoz Shallaku, Shpend Kelmendi, Demokrat Muçaj dhe Roland Beqiri, të cilët ndodhen në paraburgim që nga data 21 shkurt. Grupi drejtuar nga Dem Elshani, dyshohet se së fundmi kishte planifikuar vrasjen e Sh.H, emër i njohur për redaksin. Gazeta Insajderi sollej detajet ekskluzive të këtij grupi dhe aktivitetet të tij kriminal. Bazuar në dosjen të cilën e kemi siguruar, thuhet se Dem Elshani është porositësi dhe financuesi i sulmit. Dardan Ramçaj është përgjegjës për realizimin e planit. Fatoz Shallaku siguron mbështetjen logjistike. Shpend Kelmendi ka për detyrë të shoqërojë ekzekutorin e sulmit deri në vendin ku do të ndodhte vrasja dhe pastaj ta largonte në një vend të sigurt. Demokrat Muçaj siguron një person nga Shqipëria për të vendosur dinamitin dhe për të kryer sulmin. Roland Beqiri dhe Dardan Ramçaj kishin për detyrë të inskenonin një situatë ku 2 persona me veturë të lëviznin afër bizneseve të familjes B për të tërhequr vëmendjen e policisë ndërsa sulmi të realizohej në anën tjetër. Siç thuhet në dosje, me 21 shkurt të 2025-s, Dardan Ramçaj i ka raportuar një personi të panjohur për një incident gjatë ditës, duke thënë: "Unë dola me motrën, u takua me atë njerin, pim kafe dhe më tha runo se keni qenë në përgjime dhe përcjellje." Për këtë shqetësim ka kontaktuar Dem Elshanin, i cili ka këshilluar që të mos ndërmerrte veprime të nxituara dhe të vepronte me kujdes. Si rrjedhoi, gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurëve, të cilët dyshohen se kishin planifikuar dhe ndërmarrë veprime përgatitore për kryerjen e veprave penale, vrasje dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm.